Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfi me Jete. Jam këtu pranë jush për të ndarë një histori goxha të dhimbshme, një letër shokuese, ma besoni që është shokuese, një letër të tmerrshme që i takon vajzës shkruar nga nëna. Dëgjoni historinë deri në fund se do të shokoheni se çfarë ka bërë kjo vajzë. Nuk e di nëse ndonjëherë do të kem forcën t'i them të gjitha këto fjalë përballë teje. Prandaj bia ime po t'i shkruaj këto fjalë. Po i shkruaj me zemër të coptuar, me sytë e mbushur me lotë dhe me një dhimbje që nuk di se ku ta mbaj më atë dhimbje. Bi. Tragjedia që na ndodhi në familje na ndryshoi rrënjësisht të gjithëve. Kur ti e humbe burrin tënd, unë e pash dhimbjen tënde dhe nuk të kërkova asnjë gjë. Nuk të gjykova, nuk të pyeta pse, si dhe çfarë do të bëje ti me jetën tënde. Të thash vetëm mos ki frikë bi. Nëna jote është këtu. Dhe kur ma le djalin tënd, nipin tim, e mora në krah pa të bërë asnjë pyetje. E mora sepse është gjaku yt. E mora sepse është edhe gjaku im. E mora sepse është fëmia që humbi baban dhe nuk duhej të humbiste edhe nënën. Por sot bi po të shkruaj me një dhimbje që nuk mund ta mbaj më vetëm në shpirtin tim. Sepse nipi yt më pyeti për ty. Çdo ditë më pyet. Mami ku është? Kur do të vi mami? Pse mami mua nuk më merr me vete? Dhe unë si nën në këtë rast, nuk e di se çfarë t'i them ti mbirit. Më duhet të gënjej një fëmijë për të mos t'ia thyer zemrën fëmijës. I them, mami të do shumë, mami ka punë, i them që mami do të vi. Po sa herë që e them këtë, më duket sikur po më qahet shpirti në dysh. Sepse ti e gjallë, bi, ti e diku. Dhe fëmia yt është këtu, duke të pritur. Nuk po të kërkoj që të heqësh dorë nga jeta jote. Nuk po të them që të mos të qeshësh më. Nuk po të them të mos të rindërtosh jetën. E kuptoj se edhe ti ke të drejtën të jetosh pas humbjes së burrit, të shërohesh edhe ta gjesh lumturinë. Por të lutem oj bi, mos e haro djalin tënd. Ai nuk ka faj për asnjë gjë. Ai nuk zgjodhi që të humbiste baban. Ai nuk zgjodhi që të ndahej nga nëna. Dhe ai nuk duhet që të rritet duke menduar se nuk ishte mjaftueshëm i rëndësishëm për ty. Bi, unë nuk dua t'ja nxjerr turpin e familjes në për njerëz. Për këtë arsye kam heshtur, kam marrë një decydim, kam marrë një vendim, kam marrë një zgjedhje. 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 Për këtë arsye kam heshtur,
Kam mbajtur shumë fjalë brenda vetes, kam dëgjuar njerëz që pyesin dhe në asnjë mënyrë nuk u jam përgjigjur. Kam parë njerëz që flisnin dhe kam ulur kokën krejtësisht. Por një nën mund të duroj shumë për veten e saj. Ajo nuk mund të duroj të shoh një fëmijë duke vuajtur. Djali yt nuk ka nevojë për pasuri, bi. Nuk ka nevojë për dhurata të shtrenjta. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Ai ka nevojë për ty, për një përqafim, për një telefonat, për një mami të do. Për një ditë ku ta marrësh për dorë dhe ta pyesësh si je birim. Unë mund të kujdesem për të, mund t'i gatuaj, mund t'a çoj në shkollë, mund t'ja laj dhe robat, mund të rizgjuar kur është sëmur, mund t'i jap gjithë dashurinë që kam, por unë nuk mund të bëhem në thelb nëna e tij. Sepse nëna e tij je ti. Dhe sa do shumë të dua unë, në zemrën e ti do të kem gjithmonë një vend që vetëm ti mund ta mbushësh. Kam frikë për ditën kur ai të rritet. Kam frikë se një ditë do të më shohë në sy dhe do të më pyes: "Gjyshe pse nëna ime nuk më donte?" Çfarë do t'i them atëherë, bi? Si do të mbroj unë ty? Si do ta mbroj atë? Si do t'ja shpjegoj një fëmije mungesën e nënës së tij? Prandaj po të shkruaj sot para se të jetë vonë. Jo për të turpëruar, jo për të dënuar, jo për të kthyer kundër meje. Po të shkruaj sepse jam nëna jote dhe sepse dua të zgjoj nga kjo heshtje e tmerrshme. E di që ke kaluar një tragjedi. E di që humbja e burrit tënd nuk është diçka e vogël. Ndoshta ti ke dhimbje që nuk i tregon askujt. Ndoshta je munduar të ikësh nga gjithçka që të kujton të kaluarën. Ndoshta ke kërkuar një fillim të ri. Por bi mos e kërko fillimin e ri duke haruar fëmijën që të ka mbetur nga jeta e vjetër. Ai është pjesa më e pafajshme të gjithë kësaj historie. Ai është kujtimi i babait të tij. Ai është fëmia yt. Dhe një ditë kur të jetë burr, do të kujtoj gjithçka. Do të kujtoj kush ishte pranë ti, do të kujtoj kush e mbajti kur qau, do të kujtoj kush e priti kur u kthye nga shkolla. Por mbi të gjitha do të kujtoj mungesën tënde. Dhe unë nuk dua që ai të rritet me urrejtje. Dua të rritet me dashuri, prandaj bi, ktheu tek djali yt. Nuk të kërkoj të kthesh tek unë. Nuk të kërkoj të më japësh llogarinë për jetën tënde në asnjë mënyrë. Nuk dua të di me këri ku shkon apo çfarë vendimesh ke marrë. Vetëm dua të di një gjë. A do t'jesh nën për djalin tënd? Përshëndetje të dashur zonja dhe zotrim, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë rrëfimin e radhës, për të ndarë një letër që në fakt është nga këto letra që unë nuk i dua fare. Marrëdhënia mes dy vëllezërve, inatet e nuseve, mllefet e nuseve kanë shkatëruar gjithçka. Letra është e shkruar nga vllai për vëllanë, për një krisje familjare që në fakt kanë patur, për një dhimbje të madhe familjare që kanë patur dhe vëllai i lutet vëllasë për t'i ardhur në dasëm. Vëllai im, nuk e di nëse do ta dëgjosh këtë letër deri në fund, nuk e di nëse do të dridhet zemra kur të shohësh emrin tim, Alketin, apo nëse do të lësh më njanë siç kemi lënë më njanë njëri tjetrin për kaq shumë vite. Por sot nuk po të shkruaj për të hapur plagët e vjetra. Po të shkruaj sepse të dielën është dasma e jon e madhe. Dhe unë, edhe pse kemi kaluar të plota 15 vite pa folur, unë ende të quaj vëllain tim.
15 vite është shumë kohë për dy vëllezër që dikur nuk mund ta imagjinonin një ditë pa njëri tjetrin. Kemi qenë fëmijë bashk. Kemi ngrënë në të njëjtën tryezë. Kemi ndarë të njëjtën shtëpi, të njëjtën bukë, të njëjtat gëzime dhe të njëjtat halle. Kemi qeshur bashk, kemi qarë bashk dhe kemi menduar dikur se asgjë në botë nuk do të mund që të na ndante ne. Por erdhi dita kur filluam të dëgjonim më shumë fjalët e të tjerëve se sa zërin të zemrës tonë. Gratë tona u bën shkak i shumë keq kuptimeve. Fjalë pas fjalësh, inate pas inatesh. Keq kuptime pas keq kuptimesh. Dhe në fund, dy vëllezër që kishin ndarë në të vërtet gjithçka. Filluan realisht të jetonin sikur ishin të huaj. Ndoshta, kemi gabuar të dy. Ndoshta ti mendove se unë të kisha kthyer krejtësisht shpinën. Ndoshta unë mendova të njëjtën gjë për ty vëlla. Ndoshta të dy pritëm që tjetri të bënte hapin i pari. Dhe vitet kështu filluan që të kalojnë. Kaloi një vit, pastaj kaluan 5, pastaj kaluan 10, dhe sot janë bërë fiks 15 vite. Në thelb sa shumë gjëra ka ndodhur gjatë këtyre viteve vëlla. Kemi ndryshuar, jemi plakur, fëmijët janë rritur, prindërit janë plakur, njerëz që dikur ishin pranë nesh sot nuk janë më. Dhe megjithatë, ne vazhdojmë që ta mbajmë kokën lart, duke bërë sikur nuk na dhëmb fare. Por për mua realisht më dhëmb shumë. Më ka dhëmbur çdo festë familjare ku nuk ishe ti. Më ka dhëmbur çdo herë që dikush më pyeti: "Po vëlla yt, pse në të vërtetë nuk vjen?" Më ka dhëmbur kur kam parë njerëz të tjerë duke përqafuar vëllezërit e tyre, ndërsa unë kam qëndruar në heshtje. Por më shumë se çdo gjë tjetër më ka dhëmbur fakti që ne të dy u bëm krenar me heshtjen. Sot dua të them diçka që ndoshta nuk ta kam thënë kurrë. Më ka marrë shumë malli për ty. Më ka marrë malli për zërin tënd, më ka marrë malli për shakat tona. Më ka marrë malli për debatet tona të vogla, më ka marrë malli të të them: "O vëlla, pa pasur frikën se dikush do të na ndaj përsëri. Dhe tani kur mora vesh se të dielën ke dasmën, zemra ime nuk më la që të rija pa të shkruar. Vëlla të lutem, eja në dasëm, eja në dasmën tënde. Eja jo vetëm për mua, por eja për veten tënde. Eja për të treguar se 15 vite nuk mund ta varrosi një lidhje gjaku. Eja sepse ajo ditë nuk duhet të mbahet mend si dita kur dy vëllezër vazhduan që të qëndronin larg. Dua që kur të hysh në dasmë të më shohësh. Dua të afrohem tek ti. Dua të të shtrëngoj fort. Dhe nëse nuk dim çfarë
të themi pas kaq shumë vitesh, nuk ka fare rëndësi. Ndonjëherë një përqafim thot më shumë se 1000 fjalë. Nëse mendon se unë të kam bërë pa drejtësi, realisht më falë. Nëse ti më ke bërë pa drejtësi, unë do të falë. Le t'i lëm pas të gjitha. Le t'i lëm pas fjalët që na kanë thënë. Le t'i lëm pas inatet. Le t'i lëm pas krenarin. Sepse në fund të fundit, gratë mund të jenë pjesë e jetës tonë, por vëllai mbetet vëlla. Nuk dua që një ditë kur të jemi shumë të moshuar, të ulemi vetëm dhe të pyesim: pse nuk e kërkova vëllan tim? Pse nuk shkova në dasmën e tij? Pse lejuam të kalonin 15 vite? Unë nuk dua të kem një pendes të tillë. Prandaj po të kërkoj vetëm një gjë. Të dielën kur të vish në dasëm, mos mendo për 15 vite që kemi humbur. Mendo për atë që mund të fitojmë nga sot. Mendo se ndoshta ajo ditë mund të jetë fillimi i një kapitulli të ri. Unë do të jem aty dhe edhe nëse ti nuk më flet, unë do të shoh. Edhe nëse kalon pranë meje pa më përshëndetur, unë përsëri do të quaj në zemër vëllau im. Por nëse më jep vetëm një mundësi, nëse ma zjat dorën, unë të premtoj se nuk do ta lëshoj, sepse kemi humbur shumë kohë, shumë. 15 vite janë shumë për t'i kthyer pas, por ndoshta nuk është vonë për 15 vite të tjera së bashku. Vëlla, të dielën është dita jote. Mos e lër të kaloj pa ne. Mos lejo që inati i vjetër të jetë më i fortë se gjaku ynë. Mos lejo që fjalët e njerëzve të tjerë të vendosin për marrëdhënien tonë. Vëlla, eja në dasmën tënde.